Gjithë që kemi me poezitë që ne kanë dërguar gjatë javës edhe krijuesit dhe jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin e rregullt të letrar pesha e fjalës. I përshëndes dëgjues të parë që isha këtu, cilëti duke shoqëruar me ne. E më ne është poetja Kimeta Krasniqi, cilën e përshëndes, po ashtu një përshëndetje për këngëtaren e re, por që premton shumë, Besarta Kukajn, që është me ne. Një përshëndetje për mikun Zymer Hasani në Skënderajin e bukur atje.
Fatmir Aliun e përshëndesim, Fatmirja thot përshëndetje Agim Gashi, përshëndetje dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit. Natashën e përshëndesim në punë, duke uruar mbrëmje të bukur dhe çaste të bukura me Radio Vlera. Në shoqëri me ne është një poete tjetër, Mirela Lela Naçi, e cila shkruan mirëmbrëma e nderuar Mirela, çaste të bukura për ty në vazhdim. Nohje Qerkini Nipi Nohe është me ne, përshëndes dhe uroj çaste të bukura, thot përshëndetje. Një përshëndetje dhe vjen edhe në vërtet edhe për Arben Shalen, që është me ne. Sabile Sadiku na ka përshëndetur. Përshëndetje Agim për ty dhe dëgjuesit, kam mysafir, kaloni bukur, faleminderit shumë. Uroj edhe ti të kalosh bukur me mysafirët. Këngëtarin e Osmani, shoqëri me ne, përshëndesim. Shoqëri me ne po ashtu është edhe poetja, mikja Remzi Raci Rejbogaj, cilën e përshëndes dhe uroj çaste të bukura. Një përshëndetje edhe për një poetë tjetër, Natasha Ilia, që është shoqëri me ne. Bekim Gurin e përshëndesim në Ferizaj dhe uroj çaste të bukura. Miku, poeti dhe profesori Zymber Hasani, përshëndetje zotëri Agim për ty, stafin dhe gjithë dëgjuesit e kësaj radioje me Vlera. Ju uroj një mbrëmje të këndshme me emisionin Pesha e Fjalës, e njëherë gjithë shqiptarëve kudo që janë, uroj festën e Bajramit, ngrohtësisht ju përshëndes nga Skënderaj, zemra e Drenicës. Përshëndetje edhe juve, miku im, çaste të bukura në vazhdim. Shoqëri me ne është edhe poetja Shkurtë Berisha, mirëmbrëma, urime për emisionin, faleminderit, mbrëmje të bukura për ty, çaste të bukura në vazhdim. Miku Bajram Osmani, mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë dëgjuesit Radio Vlera, përshëndetje miku Agim Gashi, mbrëmje të bukur. Edhe ne të urojmë një mbrëmje të bukur miku i nderuar Bajram dhe çaste të bukura. Në shoqëri me ne është edhe këngëtari Naim Osmani, kënaqësi të ju përcjellë miku Agim, me respekt për gjithë poetët që këndoshin gjithmonë, artistë këndon gjithmonë, artistë e kombit, Bardha Brahimaj, rroft të kombit shqiptar, faleminderit shumë. Na ka shkruar dhe Fatmir Aliu, urime për gjithë shqiptarët, po mos urani se nesër kemi kohë, besoj që e nderuara në Fatmire, zakonisht çashtu, ju mundi më uru edhe tash, nuk ka kurrë problemi, thot, kjo pas ka uruar urime për gjithë shqiptarët besimit islam për fundimin e Ramazanit, po faleminderit. Më kërkoj falje, mendova që për Bajramin këru, uroj me këmbë të mbar. Bajrami, po festat në Kosovë janë shumë të zbehta pa lirimin e çlirimtarëve që i mbajnë në Hagë për apetitet e Serbisë, Rusisë e disa shqifolësve. Jo presim çlirimtar, presim që sa më shpejt në bashkangjiten çlirimtarët, njerëzit e cilët vërtet kanë dhënë në dispozicion edhe jetën e tyre, po ja që s'ka qenë vdekja dhe tash një jetë janë shkrirë dhe shkrijen ende për kombin dhe për atë dheun. E Kumërie Abdul Shala, kolegja dhe poetja, thot ju përshëndes nga Peja Prof, ju dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit shumë. Edhe ne të përshëndesim, përshëndes gjithashtu edhe Rapsodin Bedri Karagja, përshëndetje nderuar zotëri moderatori, nderuar Agim Gashi, një mbrëmje të bukur. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit të Radio Vlera, një mbrëmje të bukur për gjithë, faleminderit shumë. Përshëndetje dhe juve. Edhe miku Hasan Elshoni thot mirëmbrëma miku Agim Gashi, ju uroj një mbrëmje të këndshme juve dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vlera, me respekt cani. Faleminderit shumë, Sabilja thot edhe unë ju dëshiroj mbrëmje të bukur Agim, respekt. Respekt gjithashtu, mos të humbim kohë dhe shkojmë me vargjet poetëve dhe poetëve tonë. Përshëndetje dhe juve, si ju kemi, si po kaloni? Po mirë, faleminderit, mirë. Ju, a jeni mirë? Mirë, edhe ne jemi mirë, po kalojmë si zakonisht. Mirë. Si zakonisht këtu. Sa koha na këtu. Po duhet, sa me bo? Faleminderit për orët që na ju dhuroni çdo mbrëmje. Me kënaqësi. Ju jemi mirë. Por një herë të kërkoj edhe falje se nuk gjej kohë të kyqem.
Jemi pak a shumë ngarkume do e pratonat, kështu që sa në të lajmërohat ju përshëndes dhe ju falenderoj për gjitha që bëni për ne. Falenderoj shumë që jemi ne dhe të kuptojmë plotësisht që ki edhe angazhimet e tjera në gjithë sese, por vërtet është ndërë për ne që ju kemi këtu, kur keni kohë dhe shoh që na përcjellni vazhdimisht, kur keni kohë në lajmëroni, na shkruani. Kjo është me rëndësi të jeni mirë me shëndet dhe kuptohemi ne kur të kemi mundësi kemi. Po, na ka sjellë një poezi miku Hasan, apo vetëm deshet na përshëndetësh? Po si të thëmë poezi ka shumë. Po atëherë diçka me tonë, e kishin pas vetë. Nënën të asë cilin gjale do ma shumë. Shka me jo përgjith, atë gjithi kam të njët. Poezi ka po me koha së më premtonë dhe jam me një monologji bukur shumë, gati që 3-4 vite, të i punu në të dhe po shpresoj me përfundu këtë maj, ndoshta do të del libri. Kështu që jam është një nga arsyet kryesore. Dyta kam obligime me shoqatën, si që din që kemi të themelu me shoqatën e shkrimtarëve dhe krijuesve këtu shqiptar në Sloveni. Më kërkohet shumë angazhim dhe disa intervista, disa takime, kontakte me shoqatat si motra në Evropë. Kështu që më të vërtet jam pak jo po bukur shumë i ngarkum, për atë dhe kërkoj ndjes, por vetëm ndeshta t'ju përshëndes dhe t'ju uroj shëndet dhe mbarësi në veprimtarinë tuaj. Faleminderit shumë, miku im Hasan, edhe ne të urojmë suksese në punën tuaj, krijues atje, dhe urojmë që ato që e ke filluar të realizosh sa më shpejt dhe na sillesh edhe për ne edhe për lexuesit, po mendoj gjëra të vlefshme të bukura që vore dini të sjellni. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën që ndove me ne, për prezencën në Radio Vlera, edhe të jemi mirë njohës gjithmonë. Respekt. Faleminderit gjithë minët, përshëndes edhe gjithë dëgjuesit dhe ju uroj çdo të mirë. E miru dëgjofshi. Miru dëgjofshi, miku, natën e mirë, kaloni sa më bukur. E falenderojmë mikun poetin Hasan Elsani që ishte me ne, të nderuar dëgjues edhe me gjoksat e lakurt e të thatë, e gratë fëmi po u lejnë, pa ushqim në gji, pa fatë. Pushojnë gjymtyrët e shkallmone punën e ditës e kalume, shërohën trutë e elmueme në gjumin e natës adhurume. Veç zemrat e njerëzve të lanun, me të reknut pralla rthejnë, mbi barrat e jetës e namun në shpirt dhe korriz thejnë. Pralla mbi fëmi rrugaqa, bark jashtë me unë të ndyta, që dorë shtrin me bjedh, me lyp e ngijen me fjalë të ndyta. Pralla mbi vazhdat e fyme me faqet e buzët të thithna, pralla mbi djem me të thyme shprese në burg me duar të lidhna, të cilët nesër para gjyqit për delik do të përgjigjem, vetëm dreqit e hyllit të gjithë fajet ta shua mbështesim. Kështu lagje varfun për shprit dhe rsinës halët tregon, një gjeli unë që me drit të hanës i rejtun këndon. Hesht, or gjel kryngritës, i lagjës së varfun, këtu nuk zbardh për ty drita e dritës, i gjykuem je me ngord në unë. E përgëzojmë doktorin për këtë interpretim të shkëlqyeshëm të këtyre vargjeve, dhe nëse zgaboj janë të Migjenit, dhe e kisha lutë tjera herë të shkrua ose të thotë në fillim, gjithsesi nga janë marrë vargjet dhe të kujtë ishin, më duket që nëse s'kam harruar, janë vargje
të Miloš Gjergj Nikolës Migjenit. Shkojmë me një këngë që na ka dhuruar doktori, por paraprakisht para se të shkojmë me këngën, do të shkojmë edhe me një poezi nga Kimete Krasniqi që na ka sjell një me audio, e ka recituar ajo dhe ka shkruar poezinë në vazhdim. Ta ndjekim këtë poezi. Prilli i thyer 1990. Prilli i thyer 1999. Atë ditë nuk lindi dielli, qielli plumbi përhitur, tmerr dhe trishtim në tokë kishte zbritur. Soldateska egër shtëpiti dogji, brenda pleqe fëmijë të gjalli poqi. Rrugët plot u mbushën me njerëz të raskapitur, të lodhur e të trishtuar, të etër e të uritur. Karvanet e gjatë morën rrugë pa kthem, me zemra të thyera e në shpirt trishtim. Në grashticën time, në ato rrugë malore, nëna të dërmuara me fëmijë përdore. Në çdo hap të rrugës kriminal të tërbuar, hidheshin mbi njerëzit për t'i torturuar. Vranë e masakruan, asgjë në këmbë nuk lan, djemt më të mirë nga nënat i ndan. Rasimin në Nysretin, e Fatmirin dhe shumë të tjeri vran, gjëm në fushë male, toke qiell qan. Milic dhe ushtar, tokën gjak e lan, edhe foshnjat ndjep, me thika i qan. Me thika dhe pushk, mbi turma u vërtetën, para e vlera sa s'kishin, kusarët u aplaçketën. Vaj me nga shërim trishtim e lot, toka do të hapej, se s'duron të dot. Plaku i zemruar gjoksin e zbuloj, merr një shpirtin tim, nipqen se dorzoj. Nuk e di pse nuk aktivizohet. Zare moj dilte mali, zare moj dilte mali, po të pretja rani moj zare, sa e bukur je. Po të pretja rani moj zare, sa e bukur je. Zare moj dilte lisi, zare moj dilte lisi, po të pret arshiku moj zare, sa e bukur je. Po të pret arshiku moj zare, sa e bukur je. E përgëzojmë edhe këngëtarin Nejm Osmani, falenderojmë shumë për këtë këngë të bukur, pse na ka dhuruar, ju uroj gjithmonë suksese. Shkojmë me Besarta Kukajnë në vazhdim, por para se të shkojmë me një këngë nga Besarta, gjithashtu të lexojmë edhe një përshëndetje nga vërtet me njështë edhe Bojana Male, i cilën e përshëndes, e cila shkruan mirëmbrëma, përshëndetje, urime për emisionin tuaj, një emision të qehtë të bukur gjithve. Faleminderit shumë, gjithashtu urime vërtet e çaste të bukur edhe për juve. Në shoqëri me ne është edhe Burbuqi Fetaj, të përshëndetje zotëra Agim Gashi, përshëndes edhe dëgjuesit, faleminderit gjithashtu përshëndetje. E përshëndesim edhe të nderuar Shëfkije Islamaj, duke i dëshiruar mirëseardhje në Radio Vlera, edhe vërtet është e nder për ne që është me ne një aktiviste, një krijuese dhe një grua vërtet intelektuale, çfarë është kjo, e nderuar Shëfkije Islamaj. Faleminderit shumë që je me ne. Arsim Rexhepi është me ne në shoqëri, bija Jasisit gjithashtu.
Arsimi shkruan përshëndetje Gemo, faleminderit shumë, përshëndetje edhe juve. Kimeta Krasniqi, faleminderit miku Agem, faleminderit edhe juve për ato vargje të bukura që na i solle. Miku Fadili Muharremi, përshëndetje miku Agim Gashi, për ju dhe dëgjuesit Radio Vlera, faleminderit gjithashtu, përshëndetje. Në shoqërinë ne është edhe miku Zymber Asani, në vërtet miku Zymber Aliti, poeti Zymber, cilën e falenderoj shumë dhe pas pak do të janë edhe poezitë e juve. Gjithsesi në emisionin e sonte, përshëndetje edhe nga unë miku Agim, stafit tuaj dhe gjithë dëgjuesve tuaj. Faleminderit shumë. Qëndroni me ne sepse vërtet sonte kemi poezitë bukura dhe gjithë ato që kanë arritur kemi në redaksi do t'i nxjerrim dhe do i sjellim para jush. Emisioni është i drejt për drejt, andaj ju keni mundësi të kyçeni, të sjellni edhe vetë ju të dashur krijues dhe poet në shkrimet tuaja nëpërmes mikrofonit të Radio Vlerës për të sjellur emocione tek dëgjuesit dhe tek ne në studio. Shkojmë me këtë këngë që e paralajmërova, ju që po na ndiqni në live stream, ju lutem ta bëni shpërndarjen e emisionit në mënyrë që të na bashkangjiten sa më shumë miq të fjalës së bukur artistike. Unë
Ndoshëm edhe këtë këngë të bukur, jemi rikthyer, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt të letërar pesha e fjalës dhe shpresoj që jeni duke kaluar bukur edhe ju dhe uroj të kalojmë bukur deri në fund të këtij emisioni. Ne do shkojmë të sjellim poezitë të tjera, por para se të sjellim një përshëndetje na vjen nga një mike, poete Vera Gjona, i përshëndetje e mirë mbrëma, i nderuar miku im Fisnik Agem Gashi, të uroj për emisionin kaq të bukur dhe Zoti të bekoft, inshallah familjarisht, respekt pafund, faleminderit shumë. Edhe ne të përshëndesim mike Vera, vërtet dhe të urojmë qaste të bukura se ta ndrrova emrin. Me nështë Shefkije Berisha, që në përshëndes, Negja Berishën, po shtë përshëndesim një përshëndetje edhe për këngëtarin e poshtë diku, këtu ishte me ne Mehmet Isen Petrovcin nga Zvicra, Rapsodin Shekullor dhe gjithë dëgjuesit që janë duke u shoqëruar këto momente bashkarisht me Radio Vlera. Ne do shkojmë të sjellim disa poezi, më duket e kemi pas një telefonat të shoh. Do ta marrim. Kisha ndërkohë, por nuk kanë qenë afër teknikës, se pas kemi pas një telefonat, kështu që tash besoj që do ta kemi këtu dhe me ne është edhe miku poeti Hasan Qishalla. Mirë mbrëma miku Hasan, mirë se na erdhe. Përshëndetje për ju miku Agem, natyrisht për gjithë dëgjuesit, veçanërisht për pasionant të fjalës bukur artistike që janë duke shoqëruar këto dëvona me valët e Radio Vlerës. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe juve, shpresoj të jeni mirë, të keni kaluar një ditë bukur edhe ju. Padyshim, mirë, kur është gjithmonë ditë me diell, është një ditë fillimi pranverës, motivim, Vërtet po. jetë, gjallëri, gjelbrim, e gjelbrimin e kam shumë për zemër, natyren. Vërtet, edhe si vjetë pak sa më herët ka dalë, kështu që mirë është të shkuar një herë për herë, nëse nuk na kthehen pak më vonë. Po, sidoqë të jetë mirë është. Kujtoj. Dhe me siguri na ke sjellë ndonjë poezi. Nëse ka hapësirë miku Po, Agem, me knasi, me knasi. pres. Jo, s'ka problem. Unë e kam disa poezi që vërtet ne kanë sjellë me që do t'i lexoj ndërkohë, por mund të vazhdoni me poezitë tuaja, edhe unë po i përgatis dhe vazhdoj me poezitë e tyre që ne kanë sjellë gjatë javës, cilët i falenderoj shumë për bashkëpunimin. I falenderoj edhe në gjithë ata që gjejnë kohë, hapësirë, motivim që të bashkëpunojnë, që gjejnë veten para gjithashtu në valët e Radio Vlerës, padyshim edhe kënaqësi që në mesin tonë që begatojnë emisionin Pesha Fjalës. Atëherë në person të kam zgjedh poezin Njohja me Elin nga Qamëria. Jam u lisur nga udhimet e gjata, në pritjet këngës Qamëria shordhër fle. Unë thyej ku fishtetesh e futën në atlase, më thuaj ku t'lash, të pës ku më le. Me vizën e kuqen e ndeksin e kaft, për disa muaj do qmale me në val. Ty qame e njom, ty vesa mos raft, kur shqip më pyete, si të thonër djal. E unë emër Orienti, ti pak sa Helenase, gjurmonim rënjët në buzë të detit. Jam dege degdisur the, s'jam kretase, shikimi I parë si goditje e tërmetit. Tok takuam Nolin në teatrin antik, dramar vanitase luan të çuditërisht. Loti I vakët mbi faqet rëshqet, e kudi I gjokut fole arbresht. Çke zemër,
të pyeta me qetësi, duke ndjerë tëndën zbrasir han, e fjala zemër se në Shqip u gjegja, në asnjë gjuhë nuk të nglan. Unë jam që të vuajmë apo kush në ndau, të ngele në ishull e unë këthyr në dhe, u dëgjën dhe letrat, e syri Shqip qau, s'me kujtohet ku t'lash, se di ku me le. Në fillim të këthimit, e mora disi lehtë, ma dhe se thësha do atë fjallën dashuri, por tërsesht i qullur nga suhia jote, thellë në zemër, po ndjeja mërdhi. Mbaje premtimin me forcën e lirësis, letrat e malluara si rrë zhuritur, ruaje emrin tënd Eli e qamris, e ëllta ime arbresh gjak shprishur. Nëse më pre diku, pse këtë s'ma the, nuk di që të lash, nuk di që me le, e nëse me lexon, të lës për një ftes, qamëresht me fto, kur të mos vdes. Atje do të vi prap në një ditë gushti, trageti i fundit do të më sjell në Kret, të gjejmë gjurmët në hirin nga prushi, apo vetmin të zgjoj në plazhin e shkret. Kjo do të ishte miku Agem. Vërtet është një poezi shumë e bukur dhe e kam sjell disa herë edhe në radio për më herët dhe e kam dëgjuar edhe disa herë, por sa herë të dëgjoj vërtet më sjell emocione. Është një poezi që ka të përfshirë edhe pak histori, në dhembje, dashuri, gjitha bashkë edhe të përgëzoj për këtë poezi shumë të bukur. Faleminderit miku Agem, faleminderit edhe dëgjuesve për durimin. Se falenderoj edhe artistin ton, doktor Naim Osmani që është qofse me neve. Edhe ne të falenderojmë edhe një herë ty, besoj që do të na është duke u lidh, më duket edhe një mike, një poete dhe ambasadore paqes është Vera Gjonaj këtu me ne, cilës i dëshiroj mirëseardhje. Mirë mbroma, mirë se na erdhe mike Vera. Mirë mbroma dhe mirë se gjeta i nderuar mik. Të uroj për këtë emision kaq të bukur, pavarësisht të kërkoj ndjesë se unë jam pak faktikisht e smur me grip, por faktikisht thash do të hyj dhe të uroj për këtë emision kaq të bukur, që na gjejmë hapësirë për të shprehur ata çfarë ne mendojmë dhe ata çfarë ne shkruajmë. Faleminderit shumë që i edhe ti me ne, dhe këtu është edhe miku Hasan Qyqalla, poeti. Hasan, besoj që do t'ju përshëndet edhe mandej mund të dëgjojmë poezitë tuaja. Patjetër kam kënaqësinë ta përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje dhe zonjës Vera, padyshim, dhe shpresoj që do ta beqatoj emisionin me fjalë të Shumë talim artistike. Po. derit, mirë njohje dhe respekt edhe nga ana ime. Atë po hy direkt. Miqësia. Miqësia është si një kështjell rëre e vështirë për të ndërtuar, e lehtë për të rrëzuar, por shumë e bukur për të rindërtuar. Ndonjëherë jeta duket e padrejtë, e vështirë dhe pa kuptim, ndërsa një mik e mirë vjen dhe jep ngjyrë shpirtit ton. Miqësia nuk kërkohet me fjalë, ajo ndërtohet me kohë, mbi besnikëri dhe respekt që e bëjnë zemrën më të fortë. Një mike e vërtet është pranë, kur jeta të rrëzon e shpresa vënitet, kur këmbët secin më përpara dhe shpirti mbushet me lot. Sepse miqësia e vërtet nuk humbet, ajo qëndron edhe në stuhi, si një dritë e ngrohtë në zemër që na kujton se nuk jemi vetëm. Kjo ishte. Të lumtë, vërtet një poezi me mesazh qartë, kështu që të falenderoj shumë. Mund të vazhdosh edhe me ndonjë poezi,
afër apo? Unë kam shumë poezi, por atëherë po vazhdoj me një. Në mund të besoj. A mundem unë të jem në rebelimin tënd? Ajo e zhumshja deri në përvëlim. Heshtja e fjales dhe shpirti që thret, ajo që kur nuk gjen qetësin. Gjysma ime thot je rebele, po ndjehem qetë. Vargjet të trazuar si mes deti në stuhi, apo mes qijesh si balona me flet, mes dhindjes e mallit thuar poezi. Ajo që nuk flet, hesht, të sfidon e fisnikron, si ku ta prekësh botën e mbuluar me art, por ti gjysma ime rebele, nga unë që kërkon, je kaq delikate, nga unë largohu sa më parë. Faleminderit shumë Mike Vera, vërtet. Unë faktikisht nga që unë jam edhe ambasadore e paqes drejtave të njerëzit botërore, edhe me qenë me datën 21 po afrohet dita është dita e paqes botërore. Atëherë unë po e recitoj edhe një, në qoftë se gjithmonë me lejen tënde dhe në qoftë se ke kohë, edhe një tjetër për ta mbyllur për sot. Faleminderit shumë vetëm. Shumë faleminderit nga ana jote, i nderuar miku im. Pjesë shpirti. Në mars, ku paqja e botës u takua, në ditën ambasadorëve drita u shfaq. Një shpirti ngrohtë dhe fisniku mi shërua, dhe aty o motra ime që lidhje lindi pra u trembur, të njohur të ndjerë si pas një ullë të gjatë, paqja të ndaje ishte dritë për botën, të bësh atë që është e drejtë me zemër të pastruar, zonja e nderuar një frym e pavdekshme që na udhëheq. Tash, motra ime ti je më shtrejta, një të saj që nuk mund ta krahasoj me asgjë. Çdo hap i yti është një ullë ndritur, për mua je drita që ndriçon çdo ditë pa u ndalur. Poetët thonë se shpirti i njeriut është një libër i hapur. E ti motra ime je faqja më ndryshme e atij libri. Një shkrimtar që shkruar me dashuri dhe mençuri, një zoj që ndriçon çdo hap, çdo moment me elegancë. Të dua motra ime e shtrenjtë. Në çdo hap, në çdo frymëmarrje, do jesh gjithmonë një pjesë e thellë e shpirtit tim, dhe falenderojmë për dashurinë dhe paqen që më sjell. Pra kjo është për prendas e di, që është edhe ambasadore e paqes dhe unë e njoft atë dhe është një nga miket e mia më të mira. E përshëndesim edhe miqen tuaj, ty të falenderojmë shumë që gjetë kohë dhe ndave emocionet tuaja bashkërisht me ne nëpërmes vargjeve tuaja të shkëlqyeshme. Shumë faleminderit. Të falenderoj edhe ty me zemër, edhe më duket ishte edhe i nderuari se nuk gaboj. Hasan Qysalla, po. Po, e përshëndes shumë për mos ngatruar dhe i uroj të natmiat e botës familjarisht, gëzuar edhe Bajramin. Faleminderit. Paqi, shëndet, mbarësi, bereqet, lumturi, çfarë t'ju dojë shpirti, dhe ty miku im i dashur të uroj të natmiat e botës. Mbi gjitha mbarësi dhe lumturi pafund familjarisht. Gjithashtu edhe juve familjarisht ju uroj, të falenderoj shumë, respekt gjithmonë, ju mirëpresim, miru dëgjofshim. Shumë faleminderit, kërkoj ndje se jam pak me gry, po për zotin e ndjeva shpirtërisht tash unë do hyj. Gjithë nuk jemi mirë dhune, tash për vera ka ndryshime, gjithsesi edhe po ju kuptoj. Faleminderit shumë edhe një herë. Natën e mirë dëgjofshim. Faleminderit, natën e mirë e të natën. Natën e mirë. Mirënjohje dhe shumë respekte. Gjithashtu për juve, faleminderit shumë. I themi edhe poetës ambasadores së paqes, mikes tonë dhe të radios Vera Gjonaj, e falenderojmë që në solli ato vargje të bukura. Ne do të shkojmë me disa poezi, sepse vërtet kam marrë edhe nga miqtë që ne kanë dërguar gjatë javës, edhe ndaj mësmanit të lumë poet i kombit miku Hasan Qysalla për poezinë dhe recitimin e mrekullueshëm. Mandej me ne është edhe një interpretuese edhe krijuese, një interpretuese shkëlqyeshme vargjeve Mirej Meçeriku, e cila shkruan me mbrëma Radio Vlera, dhe ty nderuar moderatore poet Agim Gashi, dhe
dëgjuesve të radios. Faleminderit shumë. Më ne është dashurite Demaj poetja, të cilën e falenderoj që është me ne dhe ju urej qaste të bukura në vazhdim. Shkojmë me disa poezi nga poeti Fazli Ferati. Vargje të etur. Na shkrihen vargjet si qirini kur ndizën nga zjarri. Ti japin dritë të mallit që lindi po nga i zjarë. Tani mbeti hiri i vetmuar e jetur për një pikë ujë. Vargjet s'kan të ndalur, se kërkuari gjërsa ta gjej rrjedhën e ujit kristal. E kur të gjej, të pushoj në përhin e ati kroj, lirshëm frim të marë. Shkojmë edhe me një poezi nga miku dhe krijuesi Fazli Ferati. Kërko, shpirtin asësi me mendime të errta mos e ngarko, as mos e varfro, kërko të bukurën, e në vetë beso, që t'jeni e lumtur zemra vetëm kështu do. Dhe poezia fundit kur zjarri ndizet. Kur zjarri ndizet brenda e mori hov, atëherë kur heshtja e mundi fjalën, jo pse s'kishte çka të thoshte, por s'donte të lëndonte plagën, e as që syri mos derte lët. Miku Hasan, besoj që je këtu me ne, do shkoj edhe me 2-3 poezi të tjera nga miqtë në mënyrë që ta shfrytëzojmë kohën. Besoj që je ke mundësi të na presësh pak. Patjetër, vetëm ja nala zërin mikrofonit në mënyrë që mos. Faleminderit shumë. Faleminderit për mirëkuptim. Vazhdojmë me poetën Selvete Dervishi Nimoni. Liria nuk gjykohet. Çka dëgjova sot mos e dëgjofsha kur. Bi pragun e shtëpisë sot po hidhet gur. Ata që dhan zërin kur bota po heshte, sot prangat i presin në përsallat vjetra. Turp mbi ju që ngritet këtë gjyq të zi. Bi besën që jo dham, thuret të rati. Me votën e mashtruar në vuat në pranga, misht me këtë shpinën të varët e gjata. Si mund të barazoni dorën që mbron pragun, me atë që dogji fshatra, vraf fëmijë dhe plakun? Si mund të gjykohet ushtari i liris për balë kriminalet, dziut të Serbis? O Evropë e vjetër, ku e ke këtë ftyrë, po pse jam mbyllni shpresës son derën? A jeni bërë vegla të një padrejtësie, apo keni harruar erën e kësaj lirie? Në sallat tofta ku historia që tërsohet, e vërteta pastër kur nuk burgoset, gjaku i dëshmorit nuk shihet me letër, liria së shkrim, as sot e as nesër. Ne nuk heshtim kur, ne nuk harrojmë nderin e këtij kombi se do ta mbrojmë, sepse islimtarët janë vetë historia, mbi çdo pabesi do të shëndres lavdia. Sot po flet kjo fjalë, nesër flet memoria, mbi çdo gjyq të kotë triumfon fitoria, se liria s'u fal, as nuk mund të falet, historia shkruar me gjak, kur nuk ndalet. Dhe poezia e fundit nga poetja Selvete Nimoni titullohet, më duket pas ka dhënë një poezi tjetër, titullohet Miqësia. Si gjam i holl është miqësia, një goditje prish për gjithmonë. Nëse sëruan me zemër të ngrohtë,
ajo tërket si tym në hajrë nga dal. As emër s'të mbetet, as ndonjë nder, kur fjala bëhet gur e therr, një interes, një fjalë pa kujdes, mjafton që gjithçka të bjerë përmes. Në shoqëri nuk ka mashtrim, as buzëqeshje me helm në ngrim. Mik nuk është ai që flet bukur, por ai që rri kur të gjithë të lënë lutur. Sot vështirë gjen shpirt të pastër, që të do pahile që s'është aktor teatri. Shumë gjëra duken si dashamirësi, por shpesh pas tyre fshihet një tradhti. Të duan kur dielli ndriçon plot gaz, harrohesh dhe kur shiu troket për jashtë. Prandaj beso pak, por beso beso pa mos, tek ai që të qëndron në stuhi të gjatë. Një mbërëmbe lutërare me poetën. Të pathyeshme brenda qetësisë, s'paska se ditë me diell, mund të ketë edhe dështime, por është vlerë e shtuar, kur nga gabimi nxjerr mësime. Ka momente kur kam dështuar, por që di, kur së për ula, s'do të më ketë ditë me diell, për ullën vesh para Zotin qiell. Jam e qetë në sytë e njerëzve, kur se dini çfarë fshej brenda. Nuk shtrëngoj kur prishet moti, se guximi im s'nje as frikë as hije. S'mërzon as fjalë rënd, as nata që s'ka as një yll, se kur brenda vetes kam dritë, as gjë s'më ndal, jam shpirt i gjallë. E falenderojmë edhe krijuesën poetën Selvete për poezitë që ne ka dërguar. Po shkojmë vetëm edhe me këtë poete për të kaluar atë miku Hasan. Shkurte Berisha. Fjala s'mundet me të flas. Fjala s'mundet me të flas. Ajo as mund të shkruhet. Nga mërzia do të pëlqas, fjala është mund të shuhet. Nuk I mbeti fuqia fjalës, pse ju shtëruan energjit, e flaken në cep të shkallës, ja shkatruan baterit. Fuqi mori shumë baruti, që s'ka mendje e as zemër, njerëzit gjallë në dhej futi, e I la foshnjët pa emër. Mendja s'mund të mendoj, njerëzit mbeten në nërrënoj, vendi komplet I shkatruar, humbi dhe çdo gjë e çmuar. Luftë vetëm dëgjojmë, dhe vesht na zhurmojnë, fjalet duhet të bërtas, që shumë njerëz mos të vras. Nuk I dhanë fjalës fuqi, por e mbytën me ushtri. Në bomba e bombarduan, të gjithve na befasuan. Guximtari. Guximtarët janë gjithmonë të partë, që flasin haptas për padrejtësi. Ata I kanë shumë të forta të rartë, me të cilët lartë ndërtojnë një qati. Guximtarët kanë argumente, kanë lexuar libra, kanë njohuri, janë të drejtë si fija segmente, fjalën thonë, mbjellin stuhi. Guximtarët dallohen nga frigacaket, që ujin e duan gjithmonë të vaket, e nuk mund të durojmë me nxehtësi, por gjithçka e bëjnë në fshehtësi. Guximtari mbjell gjithmonë guxim tek njerëzit të drejtë e që kanë frikë, më shumë tek drejtësia të kanë besim, dhe friga nga palca shpejt do ju ikë. Sëllëm edhe këto poezi të Shkurte Berishës dhe Rik jemi drejt për drejt, më duket, jo këto do t'jenë
të tërkuit, kështu që vazhdojmë. Miku na ka shkruar edhe poetja Selvete Dervishi. Nimoni, faleminderit shumë i nderuar për leximin e poezive, respekt, suksese. Faleminderit edhe juve. Vërtet ju kërkoj falje nëse s'ka mund të sjell ashtu siç duhet. Po gjithsesi kështu janë edhe mundësitë, pasi që jemi drejt për drejt. Xheladin Hajdari, miku jem nga Prizreni. Përshëndetje ty Baca Agim dhe gjithë dëgjuesit Radio Vlera. Faleminderit Gjel, përshëndes edhe dhe të uroj çaste të bukura. Miku Hasan, besoj që jemi ne. Po tjetër këto jam, vetëm që kisha ndalë zërën pak mikrofonet. Faleminderit. Tash mund të vazhdoj thua, po? Po, gjithsesi, mund të vazhdoni me poezit. Atëre po vazhdoj me poezin ta bëjmë Shqipëri. Atje ku bibs e tokës boran gjak, atje ku bese flamor narken miqësi, atje ku në bisht ngreh kokën bajlozi plak, krenarisht ajo tokë quhet Shqipëri. Atje ku janë ndërtuar kulla dardane, e bajraqet ngritur lart në atroll, loja e fëmijëve në gjuhën iliriane, ajo tokë e bekuar quhet Kosovë. Atje ku fush mejdanet ku ndërmojnë barat, ku kali Trojes mërtore vrap, ku lokët për kundin djepat me këngë lët, ajo palës tokë e bekuar Kosovë quhet prap. Atje ku ëmbël për gdhelen valet e detit, ku nora e kelmendit shkroj para histori, atje ku osa kuka në kryet arbanazve të kepit, derdhe i gjakun shqip vetëm për arbri. Atje ku flasim, qajmë, e qeshim edhe sot, atje ku mbajth kongresin zemërt manastirit, bilbilat e kombit në akord me gazelët, na betarit të shkruhet, kjo tokë është Iliri. Atje ku vampirët sot luajnë lojën e gjallit, sofrat janë shtruar me buk krip e zemër, është këngë e plombëroje mbi majën e malit, luginë e shqiponjave ju thonë për emër. Atje ku edhe sot palën bitë e Helenusit, edhe ai dhe është i shqipeve qamëri, për ne tash ndoshta vije dhe treni i fundit, u nik në një truall, ta bëm Shqipëri. Kjo ishte miku Agem. Të lumtë për këtë poezi të bukur. Faleminderit shumë. Edhe shkojmë tashmë njofton dikush nga miqët që e kam gatruar sot ditën, edhe me vërtet e pas në gatruar kam menduar që është e premte. Ne kam bërë një ditë më herët emisionin letëror, po s'ka gojle. Besoj që nesër është edhe festë, njerëzit festojnë, kështu që mirë, edhe pse kena bërë më herët në të sprish puna. Po jo, miku Hasan. Jo, absolutisht heq, bile unë e kum bo Bajram sonte, nesër. Jo, për Bajram, po zakonisht emisionin letëror e kem tajt, premte po mendoj, por unë pas na mendu që është e premte, sot jem gut pak. Po Facebook, po prandaj po them, edhe në Bajramin e bona sot, jo nesër. Për njerë e kom gabu, po sa me bo, ka njëherë ndodhin, gjëra që ndodhin, kështu që besoj se na mirë kuptojnë edhe mist, edhe dëgjuesit, edhe kështu për qëta dhe po e shoh që ka dëgjues mjaft, por besoj edhe disa tjerë kishin ardhur, po ja se jam pak e kom ndërru, po s'ka gojle. Do të shkoj me disa poezi nga miku ynë poeti Zymer Haliti, dhe do të sjell një 3 poezit nga ky poet. Vazhdojmë. Zymer Haliti. E kujtoj atë pranverë të ditëni.
Ishte mars 81 kohë pa kohë. Dielli re të zeza ja zinin frymen. Sot kur ditarin e shkruar po e shoh, sa shumë vite këtë liri e pret. Atëherë një gjendje vështirë. Kërkonim liri, të drejta dhe republikë. Në çdo cep të dheut kishte dhunë, rinia kërkonte duam barazi dhe punë. Ato ditë, marsit ftoft me acarës të hi, i kujtoj edhe sot me shumë lot e pikëllim. Nga i mars 81 shumë flijuan për liri, por sot, pse i kënë të rinjt nga adheuim? Për këtë shtet u vra Elfetja, Sherifi, Afrimi, Safeti, Gurseli, Bajrami, Njaziu dhe të tjerë, ku mbeti edhe dashuria e nacionalizmi që kishim për këtë mendhej ne atëherë. Sa shumë sakrifica përjetoi popullin. Në përshtuhi edhe beshe nga shumë anë. Të gjitha protestat tona kishin një qëllim, Kosova shtet o bashk me shtetin anë. Poezia dytë e poetit Zymber Haliti, Rrugëtim drejt qiellit, apo jo kërkoj falje drejt diellit. 33 vite në arsim rrugëtim. Rrugëve të jetës sime shpeshherë u rrëzova. S'kërkova asnjë ndihmë, vetë eca rrugëve apërova. Ndolte të më ngrinte bora, por s'ndalova kur rrugëtimin. Me priste familja dhe shkolla, para nxënësve dhash betimin. Dhe fryn të herë ftoft me acarë, si kur donin rrugëtimin të ndalë, po unë ecja, s'ndaloja, e lartë pas kodre diellin kërkoja. Me thoshin, çka s'me thoshin, se bora e madhe do të bie këtej, me duke se lirin ata nuk e donin, apo endrat e tyre ishin fikur tej. Dhe poezia fundit nga poeti Zymber Haliti, duke pritur a dritën. Nga dritarja në gjyrgri, shikoj henën buzvarë, pa pritur një si breshëri, se s'me largon pa dashur. Por hena qëndronte, nuk ndroi udhëtimin, një zog strej kërkonte për të shpëtuar shpirtin. Harrova shikimi maton. Me zogun komunikova. 2 kratë tha mi vran, por unë nuk u dërsova. Të jemi të fort pa tjetër, shtigjeve që kemi nisur, të mos ndalin rrët se diellin e kemi pritur. Dhe nata iken befasisht, bashkë me henën tretën, unë zogu miqësisht, a dritën e vonë gjetëm. Dhe pas kemi dhe një poezi të shkurtër nga miku poeti Zymber Haliti, kur ti me shikon. Kur ti me shikon mua, si det trazohem vale. Humbas me hendjen a thua, e s'di pastaj, ku do të dalë. Kur ti me ta sytë tua drejt meje edhe shikimin fort, ndodhem i habitur si në prit, të largohem zë rrugën dot. Ndal atë shikim të lutem. Sepse s'kam si të them, ka kohë të të flas, por druhem kështu më mirë i qetë të jem. Dhe kur jem larg teje mendoj, pse ata sy ashtu me shikojnë. Të them se me do mos gaboj, e shikimet tua pesh me qojnë. E përgëzojmë, falenderojmë poetin, mikun Zymber Haliti për këto vargje të bukura,
këto poezit bukura që ne ka dhëruar dhe shpresoj të jetë ndarë i kënaqur, të paktën deri diku me deklamimin e vargjeve të tij. Miku Hasan, me Reme Qeriku të ti kam dërguar disa poezi, po do të shoha e ndëruar me Reme, ma vonë, mund të vazhdojmë, Miku Hasan? Po, këto jam, Miku Hakem? Besoj që po kalon bukur edhe ti, më merr mendja, po shkojmë Pa dyshim. koha po ikë shpejt, por s'ka kemi bo. Atëherë, vazhdoj apo po vazhdojnë jo? Vazhdo se besoj mirë jam kam mirë me poezit, sepse mi kanë sjellur fatmirësisht kanë sjellur shumë poezi këtë javë, dhe kjo do të thotë që dëgjuesit dita ditës po na afrohen mistan, krijues, poetet, dhe besoj që një ditë do ta marrin guximin në atë rastin vet, të dëgjojmë zërin e tyre edhe na sjellin poezit këtu nëpërmes valëve Radio Vlera. Na ka falendëruar edhe poeti miku Zymer Haliti. Ju falenderoj shumë, mik, respekt pafund dhe suksese. Falenderit miku jem, suksese edhe juve. Mund të vazhdosh miku Hasan? Atëherë po vazhdojmë me poezinë e Rodhës, Syte e Evgjenis. Syte tu, muj Evgjeni, i takova vetëm letër, e bosqeshur me mimik, arshiki e kohës vjetër. U bërë këngë e pa kënduar, zure vend në vargun tim, shpirt bardh e pa gjallëzuar, plag mu bërë në mërkim. Me tri varre, plot me dhembje, s'ku vendon asgjë nuk thua, ik nga dehja e leksis, ditët rrjedhen si ujë në krua. Qjan këto dallë guragane, të goditën hiq pa mëshirë, si e vetë me ore e marë, një kot tri për ditë të mirë. Lotin tënd do ta përgdhel, ngritë kokën e kthe me njanë, ja një rrezë sa po lind, është për ty Evgjeni matan. Ty që m'ke moj Evgjeni, lotet thojnë bebzat e tua, merr një këngë në qift e li, një premtim ma fal mua. E më lisur e venitur, si kur tretesht dit nga pak, kujtë lullën e kujtimit, dashuris mos i bëj lak. Heq më rinë, Evgjeni, për ditarin e jetë shkrimit, kur të merr lemza, ty mendo, kujtë qunin e mërgimit. Të lumt. E pëshirtima, më falë miko atem se e hupa përsa e qova, i kam edhe 2-3 varë. Pa atër kërë fali, vazhda. E pëshirtima kur t'ka plën, në gjirë ofsham të thellë sa deti, merre lapsin e boka vetë, është a i qunin nga kurpeti. Kur s'ke gjumë më lupranë, nga dritare e vështrë qiellën, kërkoj yllën që të nga shren, fali edhe pyetje për Ilverin. Porosin e kësaj nate, jepja zogut par në agim, të më sjell e ta lexoj, të arktoj notesin tim. I lexoj vargjet e bardha, gjithë nga djeta djaloshare, thonë satani është i marrë, të helmon me gjuhë djarbri. Syte tu, heu Evgjeni, mos t'i pudh kur gjitare. Nëse kam zhuritje shpirti, do të kërkoj një drit neone. Kur të ndjesh e trazuar, ik, del në kopsht kërko qetësi, e ngjyllush a dorundin, urt lexo këtë poezi. Faleminderit Mikollim. Faleminderit shumë për këto vargje kaq të bukura dhe interpretimin e shkëlqyeshëm që na i solle këtu. Të përshëndesim edhe aktorin dhe regjisorin mikun Smajl Shtokun në Holland.
Mandej një përshëndetje për të nderuar besije që ato Arapaj, që është shoqëri me ne, edhe me ne është edhe një poete Mirela Lela Naçi, cilën e përshëndes dhe pas pak do dëgjojmë dhe vargjet e saj. Edhe vazhdojmë me Reme Qeriku, thot sa bukur vargu i Zymber Alitit dhe interpretimi na e bere mbrëmjen të këndshme. Faleminderit shumë. Edhe interpretimet tuaja do i sjell pas pak, e nderuara mike Mereme. Me ne shoqëria është edhe Laureta Malaj, poetja e cila shkruan Mirëmbrëma Radio Vlera me mikun tim të nderuar Agim Gashi. Ju uroj një mbrëmje sa më të bukur. Faleminderit shumë Laureta, të përshëndes dhe të uroj qaste të bukura aty në vazhdim. E kështu me radhë, nuk di a kemi edhe ndonjë përshëndetje, sido që tjetë. Kuha po ikë shpejt dhe unë do të mundohem të sjell edhe disa poezi nga miqet dhe miqet tona që ne kanë sjell në ndërku gjatë javës këtu në redaksin tonë, për çka i falenderoj shumë. Shkoj me poeten Kumrije Abdul Shala, Deje Melat. Dita e verës sjell ankth, dhëmbja sjell zhgënjim. Për lulet e pranverës, për sythot e para në deget e bungut barkmall. Mbi trungun e pishës plak, me kore thata, u shkri dashuria e tulipanit mu në dritën e verës. Mu në dritën e verës. Pas shpine u futën shigjetat në palc, zhgënimi që nga plag e rëndë. Me rëndë se agjerimi, me lot u deja në muin e shet, rrugtimin e sfidave e shputi zhgënimi. Sojnike i je. Nuk dua të pranoj kur që një grua sojnike mos të shmanget rrugëve të ferit, por të bjerë prej e shtëngatav pakthim. Nuk dua të pranoj kur që ti je ajo që u fute në mjegullaja, në udh e pa udh të njerëzorës, në fushatat shterpe të kuqedrës plak. Nuk dua të pranoj kur që dërthrimet të shtuan qakajt, e lozën në gardin tënd të flaken anën e përtej. Mi kanë vargjët. Si që u deshti qefi, nuk mund të qetësohem kur mendoj se ai të solli buzvarit, që në sy tu sho ende frigë e ferë. Pse asod nuk bezon? Mos është oj sënike, se nuk po mundem të pranoj si të vërtet një gjë, që një sënike të lejoj në borën e saj mbretëror të ladroj qakajt si të doj qefi. Prandaj, mos hesht sënike. Rrokullisët loti. Gjerdanët e luleve i mbjellan kopshtin e korbave. I mbështolla me dashuri, me lotin e vakët, i ujta. Unë të falja dashurinë e botës, vetëm lotin mos të tasho, duke e rrëkullisur faqeve. Ujnatosa me natyren, sepse lulet nuk kanë gjyrjete, edhe nga rrezet e diellit u pezmatova, pa mshirë këpute lulet rranz malit, se asiriqi nuk largohet dot nga ferrat, e ai në ferr se në ferr mbetet. Përshova çdo shkronjë e fjalë, çdo rresht i dhe mendim. Vetëm e vetëm lumi mos të ndroi shtratin
që rrjedh si gjithmonë mes pemëve të fshatit. E dhahu në mes të livadit lëshon rënkim. E ti me i natë shikoje në heshtje, me sy kërkoje rrezet e diellit, vetëm lotin mos të shoh duke rrokullisur faqeve. Dhe poezia e fundit nga poetja Kumri është datë historie e lavdisë. Kushtuar dëshmorit, nëse zgaboj vllajt e saj, ta ndjekim në vazhdim. Datë lavdie, sakrificë guximi është 22 korriku 1998, faqe e një flete e shkruar në histori. Sa rënd kur lëdhaton faqen e një ushtari të vërar, të gravuar në gur varri, me vjen të lëri e të thyj këtë gur, që po të rëndon bisupet e tua, o trim. Ky gur varri i ftoft si akulli, që as dielli se ngro dot. Po rëndon mbi trupin tënd, e unë kur së kuptova, pse më mashtrove kur më tha se plumbin e haj me dhëmbë. Po tani pse gjithë këto gur mbi supën, po e le? Ngriu he burr, nëse ke pse të ngrihesh, nëse amanetin tuaj e dërguam vend, apo e ndërri e llogarit vend numrimin o trim. Në këtë datë të lavdis, një fije amaneti e përcolla për ty, atje ku ti dëshiroje gjithmonë, ta kemi shtetin dhe ushtrin tonë. E unë, se herë që vi pranë teje dhe pranë ati gurit të ftoft, që as dielli se ngrohur, e mbi të valon flamuri kuqezi, zemra më lërin për brenda për ty. Pishtar i lirisë. Ti roja e shtetit tonë, faqe historisë e lavdisë, që ti e bekove, e shkrove, o trim. E falenderojmë miken poetin Kumri Abdul Shala për këto vargje të bukura dhe i uroj suksese gjithmonë në krijimtari. Shkojmë Miko Hasan, besoj që je këtu me ne dhe Faleminderit shumë, faleminderit. Mund të vazhdojmë derisa të gjej edhe kemi edhe pak poezi, por gjithsesi mund të vazhdoni ju. Okej, atëherë po vazhdojmë me poezinë e radhës Kosovë, fjala ime e fundit. Të takoj në botën e dreqet, me samar të thyer, fladit mëngjesit, ku mrizon zonë e malet, Kosovë, historin labirint, pengi dashuris, gazi fëmiris, pëshërtime nusërise e ofsham e borëris, Kosovë, fjala ime e fundit, Kosovë, fjale bekuar, borimi pashuar, kull, tërq e ples, kronik e shkruar në fes, Kosovë, tiftesa e unit, Kosovë, fjala ime e fundit. Kjo ishte Miko. Të lumt për poezinë e bukur, që në dhërove, mund të lexosh edhe një poezi, deri besoj se tani do të jem gati edhe me disa interpretime që ne i ka dërguar edhe dy poezia, po 3, Mirela Lela Naçi, poetja, cilën e falenderoj shumë. Mund të vazhdosh edhe me një poezi? Patjetër. Nëse ke mundësi. Atëherë po vazhdoj me poezinë e një veç një lule. E një veç një lule që qel në çdo stin. E një veç një varg këng për violin. E një veç një lule në kopshtin e Edenit,
filize njom, petale pergamenit. Mes ditës së shenjtë rrezoj rastisht në qiellin e mokt, në polin e tresht. E një veç një lule, për qiell e për tokë, me aromen e shpirtit pi gotën me lët. Piklimi qaset në basësin e pralla, me ngjyrën e dhimbjes, me vijen në andra. Veç natën, veç malet nuk tesen, basë njerëzit posi, me brengën e hallet e në shpirt zjarmi, me pepza vrojtime e breng në rretje, si saldohen shpirtrat të prehen në heshtje. Nuk di se të lëndova, me atë lot për dreq, piktur me seresh, me zvargjesh portret. Lulen në çdo muaj, melankoli çdo vite, të them o gogje, të quaj o mike. E një veç një lule, që vezullon atë ljen, me ngjyrat e mallit, e për mall shpirtit qel. Faleminderit Mikoj. Faleminderit juve për këtë poezi të fuqishme të bukur që në solle dhe me ndërpretim të shkëlqyeshëm. Shkoj në ka sjell përse që paralajmërova poetja Mirela Lela Naçi, 3 poezi të interpretuara nga ajo poezitë e saj. E mandej do të shkojmë edhe me 2 apo 3 poezi nga Mereme Ceriku. Mikja Mereme është interpretuese e vargjeve dhe vërtet e lexon bukur. Me siguri ka sjell poezi të ndonjë miku apo mike së vetë, sido që tjetë të dëgjojmë të ndjekim këto poezi në vazhdim. Mirela Lela Naçi në vazhdim me poezitë e saj. E hidhur është të ndihesh vetëm, pa fjalë të ngrohtë, pa dashuri. Të duash të flasësh dhe veç të heshtësh, të bjerë fuqia si gjethet e vjeshtës. Të jesh në shpirt e zbehur si gjethet, mo kot të ngrihesh, se shkelesh me këmbë, por gjithja e vjeshtës prap ka vlerë, në pleh kthehet e prap së vend. I jep forcë pemës së zhveshur, që vitin që vjen, t'i kthej bukurinë, dhe ajrin të mbushin oksigjen dhe rrugës t'i fali gjithë jeshin. Por unë, që tani s'kam ma që të falë, se që kisha dikur ma nuk e kam. Humba gjithë shka dhe bukurin, më shkelin si gjethet, dalë nga dalë. Falenderojmë për këtë poezi vërtet bukur dhe interpretim shkëlqyeshëm, por nuk di sa është dëgjuar. Do të shkojmë edhe me 2 poezi të tjera nga Mirela, po ashtu të interpretuar nga vetë ajo. Për një qast, hedhë syt bregut lumit, e kujtimet më të qojnë në vitet fëminore, në kohën e verës, në kampet e kpishat, dhe boria për në lumë me shoqet dorë për dore. I gëzonin freskisë ujt dhe lodronin, kalonin kuisht cekët anës matan, e shkonin të burimi që pikon të ujin, se nga loja buzën a i shtar. Sa mal keni për ato vite fëmirie, ke mal dhe për pishat që ishin dikur, e shkonim piknik si familje, e fresku i pyllit s'do t'jet më kur. Më thoni, a i do një pas do të vite. Shpirti i dhënë e shpirti vuan. Zot, ka që dhimbje, pse lejoni, tek dikush që keq s'ka bërë, jepi shpresë, mos e trasoni.
Nuk e sheh sa shumë po vuan. Nuk ja sheh lotët çdo ditë. Më kot me buzë me gaz. Më kot vete si jem dritë. Shpirti saj veç derte martë. Shpirti saj mbytur me dhimbje. Kot mundohet që të dalë. Do fik dritën, do ri në hije. E përgjojmë, vërtet e vargje në shumë emocionuse, në shumë bukura nga Mirela Lela Naçi, poetën e falenderoj shumë që ne ka sjell edhe këto vargje dhe interpretimi shkëlqyshëm. Pa humbur kohë shkojmë me Merejme Qërrikun, e përshëndes miken Merejme, që ne ka sjell edhe disa poezi, 2-3 poezi më duket, po shpresojmë se do të dëgjohen. Lumi është nisur me dalë dhe përshon. Zemra ka pëlqitur, gjaku gurgullon. Se që më përvëllon mali për atë vash që shkoj, shpirtin ma ka ka. Në di pëse ndalë. Ali, djeli, përëndoj. Vaj, si do të digjem, valas do të flatit. Në ato brigje, kot kanë për të pritur. Mali përvolues nga autori Selim Ramadani. Kudo dhe gjeta e kërkova veten, kudo dhe gjeta gjithkund. Në trezat e zbrazura, i tëri, aty isha unë. Në gotën e lotit të dhimbjes, festa po vjen ka unë. E unë, prej festës, nuk iki. Ndëshëm edhe këtë interpretim duket ishte edhe vetëm edhe një poezi nga që na ka sjellur Mika Merejme. Do të shpresoj që do të Gonxhet po çelin. apo e njëjta, nuk e di, sa është e njëjta. Po çelin. Dhe në to po hapet një jetë. Aroma shpërndahet. Çdo kush e ka lakmi. E në mua një gjumë, si në kratë e pëllumbit më ka mbetur. Val, kush më ta fshi? Gonxhet po Dëgjuam edhe këtë interpretim nga e nderuara Merejme Qërriku, mikja jon, e falenderoj dhe ju uroj suksese gjithmonë. Do shkojmë edhe me poetën Shirete Demaj në vazhdim me vargjet e soja. Ne nuk lindem princesha më kuror ari, po lindem si lule në të qarë të shkembit, që kur rritëm i lulzojmë dhe i behemi kuror krenaris dhe besimit në vetë vete. Ne mbahemi për rënjve të fortat nënave, të gjysheve, stërgjysheve, të legjenda prej Rozafe që edhe të morosëra me kojnë me gji
të armën. Thojmë mallkimet, mbajmë në këmbë kështjellat e urët. Ne jemi vetë toka, ku dashuria është farë e dhëmbja sjell jetë. Të fsheh në varg. Ka ditë s'të shoh e nuk më sheh. Në mendje me sillesh ti vërdall. Së di në endem në mendjen tënde, si që rënd rreth tokës hënën nga thalë. Tashmë të mbaj në re kujtimesh. Si avoj loti mbi zjarë të pashuar. Në zemër shkreptin vetëtim ma mali, shpërthen loti shiuj pa pushuar. Të fsheh errësirës si yll polar, ku busulla e zemrës mban drejtim, në rrezë drite në çdo ditë ndrin me mëngjes që puthjen e ka përgjim. Të fshehin harres ty dhe veten, te mos na gjejnë askush të gjallë, dhe le të treten me ty në zemër, të fshehin në varg, në zë, në fjalë. Epoka e gruas, apo epokë gruaje. Kur lindi ajo qeli mimoza, nuk pyeti për dimër, se pranverën kishte në shpirt, vetëm si qeli një lule e vetë me shkëmb, që mban mbi shpatula barën e jetës gjërsa të bëhet farë vazhdimësie. Kohën e kishte fat, erën e kishte histori, ajo është vetë era e re, që nuk bëhet kurrë vjetër, që mban në gji si aromë legjendat e mijëvjeçarëve. Lule mimoze, që qelë pas çdo viti, me ngrica shi e stuhi. Që vjen si këngë vaj, si këngë dasmash, si këngë bilbilash, erën e kohës që sjell një grua mirë. Stuhie, dashurie, vazhdimësie, siguron gjithmonë faren të mbjellim arën. Jetojmë në kohën gruaje, që mbajti si embrion epokën para erës sonë. Gruaje, nënë, era jonë. Dhe për sonte, nga poezitë që kam zgjedhur, nuk dija kam edhe ndonjë, do ta lexojmë edhe këtë, do shkojmë edhe me këtë poet, Margjetja, përgjigjen tënde pres e dashur. Të pres ty si mikën time, mbas trëndafiljave kam rënduar, në këtë pranverë të sjell kujtime, në zemrën time tani je gdhendur. Në fshatin tim nuk gjeta tjetër, as mund të gjej as kënd si ty, s'mund të harroj mikën e vjetër, pse i ka larg ne arrati. Si harroj kur ëndrat e mia, në përfletore i mbaj ditar, ajo erë e lëndines e ajo erë e lindjes, me laca o thinja, kërkoj fshatin me zemrën zjarë. Trëndafili, do mbaj me vete, zërë me balkon, kjo erë do vi. Do të afrohem si valë në dete, do të rëmbej si një stuhi. Nuk kam dhurata, por kam dëshira, të dëgjoj zërin se si kombon. Nuk baj fjalime as thëm çudira, kur zemra ime për ty këndon. Bukurin tënde sa shumë e dua, dhe mashtin në çdo takim, si ujë kristali kur rrjedh në krua, janë sytë e tu me plot shkëlqim.
s'të japë mendime as këshill, as shiu kur bie me rrëmbim, veç të mbaj afër kur zbret errësira ta mbyll këtë plag që s'ka shërim. Babait tim kaluan vite kur vdekja të mori, por unë larg teje s'te kam harruar, një grush dhe të hedh tek varri atje ku presh prijet i vetmuar. Kur mora lajmin mbeta i pikëlluar, se malli i brenga të kanë vrar, e di sa herë rrugën e ke shikuar, me një cigare u bori duke qarë. Bivarën tënd ndjes të kërkova, nga vujtje e lodhje që ke hequr, sa pika loti aty i lëshova, ishe drit për ne e drit ke mbetur. Në mbrëmje sa herë kam menduar, kur nëna shtronte për të ngrënë, mbushej vatra me fëmijë rrëthuar dhe në varfëri dashuri ka dhënë. Tani i shtrajtim qieve i larguar, në mendje e kam përjet këtë dashuri. Malli me ka zënë për të përqafuar kokën mbi gjoks të mbështes përsëri. Çdo vit kthehem tek varri i zbukuruar, ku lulet qelin pranverës plot gjelbërim, mbi mermer derë lot i trishtuar të prek dhe foton me mallëngjim. Ti jeton gjithnjë në kujtimet e mia, o rrugën tënde unë do e vazhdoj. Jeta në treti larg, por jo dashuria, ti mbetesh në zemër sa të jetoj. Si harroj kur shqetësimet e tua, kur natën vonë kthehesha në shtëpi, e dija se gjumi s'të zinte pa mua, sa herë hapje derën të përqafoj aty. Mark Gjetja, e përshëndesim, e falenderojmë shumë poetin, mikun Mark, dhe urojmë suksese gjithmonë në krijimtari. Miku Hasan, besoj që po kalën bukur edhe te, edhe dëgjuesit që janë duke na ndjekur, e përshëndesim. Ali Kurtin e përshëndes, një mjek të vjetër, gjithashtu edhe shumë dëgjues tjerë, mos t'ju hi tash me emër, na kanë ikë shumë shkrime të dëgjuesve. Atëherë mund të vazhdosh edhe me ndonjë poezi, sepse jemi krejt ka fundi emisionit. Po. Atëherë edhe në po e them për fund poezinë e fundit për sonte, balad për nënën. Nuk desha të dëgjoj sonte baladën e nënës, sikur u hatrova, kur qaje malshëm me pazë, as kje natë zëmd nuk nxjerr portretin e honës, as prerën të ndonën që me lët e kam la. Po pse shqetëson shpirtin e mërgjimtarit më i mike, e din se kur nuk është malla me votrën, dhe prap të dëgjoj, pastaj ngrihem në vegime, e prapa me përcjell balada për nënën. Po shtu des të orkestrimin pentagram shpirti, a nuk mjaftuan lëtët e derdhur për nota, në qatir e fugjatës, netët i zbardh shkënjimi, pastaj ca ampula për shpirtin e bërë copa. Jam hidhruar me ty mike, sikur me Zotin që besaja. Por prap të dëgjoj e prej me atë zë, harroj stin dhe mosh e dashur mbes lërona, kjo bot e trishqenka, trigota në levadh. Faleminderit miku Agim,
Faleminderit për hapësirën, për mundësinë. Dhe vërtet është kënaqësi gjithmonë që jemi në valët e Radio Vlerës. Faleminderit shumë juve që ishit me ne dhe që na begatuat edhe misionin të urej gjithashtu frymëzime të reja, shëndet mbi gjitha dhe të mirëpresim gjithmonë. Faleminderit edhe për këto poezi të bukura që ne dhurove. Një natë mirë. Faleminderit Nikol, faleminderit dëgjuesve që kanë pas durimit na dëgjojnë, na vlerësojnë, na kritikojnë pse jo. Dhe dëgjohemi mirë, dëgjofshin erave tjera. Natën e mirë. Natën e mirë, e gjithë mirët, miku im, i shtrejt. Faleminderit shumë. Ishte me ne dhe miku poeti Hasan Gjyqalla, të cilin e falenderojmë edhe njëherë dhe e përshëndesim, e ne do të shkojmë edhe me një poezi të poetës Laureta Malaj, do të përmbyllim për sonte, ndoshta me këtë poezi apo edhe një poezi tjetër, këtë mbrëmje letërare Pesha e Fjalës. Për ty, babi, në ditën e baballarëve. Sot është festa jote, por ti nuk je këtu. Një boshllëk i madh mbetet në shpirtin tim. Zëri yt ëmbël me kumbon në kujtime si një melodi që sfiket asnagë. Bie qillin e kaltër vallzon një dritë. A mos je ti, o babi, që me shikon? Njerë e lejtë puth ballën tim, si durët e tua me atë me ngjason. Do doja të të thoja, të përqafoja, të uroja me gjithë dashuri, por vetëm lotët bien mbi këtë letër, si lule kujtimi brenda shpirtit tim. Gëzuar festën aty ku je, në dritën e përjetshme, në qiellin pare. E falenderojmë shumë ikën poeten Laureta Malaj për këto vargje të bukura. Dhe do të përmbyllim me poeten Mirushe Musa me poezin Harfa dashurisë. Unë nuk trembem pse nuk di të luftoj. Dashuria për ty mburojat mi kputi. Me ktheu gishtat në harfen e lashtë të Orfeut, që me zërin hynor ndali rrjedhën lumit. Unë si përëndesh ndezi zjarrin e lojës. Shpirtin të ktheva në luftetar të Trojës. Portat tua të zemër si mbyll rreth vetës, që ti mos bësh burg i vetvetes. Spendohem që përullem para dashurisë. Ajo është mit që fronit i ka gëzuar, edhe heron të mëdhenj të epokës në fush së kthyen. Në fush së thyen para dashurisë u dërsuan. E përgëzojmë për këtë poezi të bukur edhe poetën Mirushe, duke uruar gjithmonë suksese. Miq të nderuar, ju dëgjues të Radio Vlerës, ju që qëndruat për plot 2 orë bashkërisht me ne, ju falenderoj për zemërsisht për durimin dhe me një këngë të bukur do ju përshëndes, duke uruar një natë mirë, qetë dhe nesër një festë mbar dhe të bukur për gjithë atyre besimtarëve të fesë islame, pra muslimane, por nesër do të urojmë, si thashë në fillim të emisionit, andaj të shkojmë me të nderuarën Ajria Bazi dhe Oj Zogo. Ta ndjekim këtë këngë të bukur. Ai ke pa shoqet
I kam e pa në një hije, tu I bagati për nusnije. I kam e pa në një hije, tu I bagati për nusnije. Qorat e djalit I kam e pa, I kam e pa, I kam që njëse. Lule, lule, kam ujrise. I kam e pa, I kam që njëse. Lule, lule, kam ujrise. Këtu po ndahemi me ju të ndëruar miqë, në shpresë që keni kaluar bukur edhe njëherë, duke uruar një natë mirë, e qetë, mirë takoshin nesër në Roman nga ora 20. Deri atëherë që ndëroni mirë, natën e mirë të dashur bashkëdhëtar. Hajde nuse dal nga dale, ka shumë dit, ka shumë dit që pes me ardhe. Ka shumë dit që pes me ardhe. Plasi valja